Një pyetje të doja ti bëja të gjithë atyre që po e ndjekin këtë aktivitet. A ju ka rënë në rasti të shikoni ndonjëherë ndonjë qytet, ndonjë lagje apo ndonjë vendbanim të shëmtuar ku njerëzit jetojnë mirë? Nëse secili e ndjek me mend filmin e imagjinatës për të gërmuar në kujtesën e vet çka ka parë, besoj që do ta ketë të pamundur që të thotë po, unë kam parë një qytet, unë kam parë një lagje, unë kam parë një vendbanim të shëmtuar, të papastër, ku njerëzit ishin të pasur, jetonin mirë dhe buzëqeshin. Dhe nga ana tjetër vjen një pyetje e radhës: a është paraja që e sjell bukurinë e një qyteti, e një lagjeje, e një vendbanimi, apo është bukuria që sjell paranë? Unë besoj se të dyja sjellin njëra tjetrën dhe vazhdimisht më mundon një pyetje: si shpjegohet që stërgjyshrit tanë që kishin shumë më pak para, shumë më pak njohje të botës që ndodhej përtej kufive, ndërtuan vendbanime dhe godina që sot kanë një vlerë të pakrahasueshme, jo vetëm estetike, por dhe pasurore, në raport me gjithçka u ndërtua në rrumpallën e tranzicionit, pavarësisht se u investuan shumë para. Stërgjyshrit tanë nuk kishin informacionin që kemi ne sot. Po askush prej tyre nuk ndërtoi mbi lum. Askush prej tyre nuk i gëdhëndi gurët e shtëpisë dhe nuk ja vuri asaj dritaret duke i bërë kashillëk natyrës. Dhe askush prej tyre, nëse do e kishim marrë këshilltar për zhvillimin urban në fillim të viteve 90, nuk do të na këshillonte që të ndërtonim Zvicrën në buzët e Lanës në Tiranë. Ju e mbani mend mirë se si në buzët e Lanës u predikua modeli një kapitalizmi agresiv, vibrant, shqiptar, një model i panjohur në botë, apo e keni parë se si ndërtimi lagja informale e Bathores u quajt zyrtarisht nga një kryeministër mrekullia e tetë e botës. E para shëmbëltyre e zhvillimit urban që u bë pa leje, tha zëvendës ai kryeministri. Dhe ndërkohë, duke u kthyer përsëri tek raporti i të bukurës me mirëqenien dhe i qytetit si një element përbashkues për një komunitet që bashkëton në një hapësirë urbane me mirëqenien dhe me të ardhurat që ai gjeneron, unë kam dëshirë të sjell një shembull shumë modest dhe thjesht. Në kohën kur filloi operacioni që pastaj u bë botërisht i famshëm i ngjyrosjes së fasadave të shkatruara të Tiranës, të gjithë mbajnë mend mirë se çfarë përqeshje dhe se çfarë cinizmi u derdh nga ata që i din të gjitha pikërisht se s'din asgjë, por ndërkohë një fakt i thjesht ndodhi aty për aty. Në rrugët apo në mini sheshet ku u bë kjo ndërhyrje, vlera e apartamenteve dhe e dyqaneve menjëherë u dyfishua apo trefishua. Menjëherë.
Pra, nga një ndërhyrje, ndukje, vetëm për të dukur, të gjithë banorët e atyre pjesëve ku ndodhi ndërhyrja, u bën me njëherë zotrusit e një pasuriet patundshme që kishte një vlerë shumë më të madhe. Dhe sigurisht që ka një arsye pse ndodh kjo, ashtu siç ka një arsye të madhe, sepse raporti mes pasurisë dhe bukurisë në kuptimin e një hapësire publike të organizuar bukur është kaq i drejtë për drejtë. Ka një arsye të madhe që është e njëjta arsye që sot në Korçë çon disa 10 herë më shumë vizitorë dhe turistë sesa çonte përpara se ky operacion të fillonte. Është e njëjta arsye që ju siguroj, në Kavaj do të çojë 10 herë më shumë vizitorë dhe turistë nga ata që do të vinë për në plazh, por me siguri do të dëshirojnë që një pasdite apo një darkë ta kalojnë në një qytet të rilindur që për kë nuk e ka parë është i falur të nënqesh, por për mua që e kam ndjekur procesin e transformimit, është një nga surprizat më të mëdha, se si një shëmbëltyr e transformuar në një quasi qenef nga një politik e verbër dhe tërësisht idiote, mund të transformohet papritur nëpërmjet një ndërhyrje në zemrën e vet në një qytet të vogël mesdhetar që ju siguroj nuk ka asgjë më pak se sa plot qytetet vegjël mesdhetar të mesdheut perëndimor që ne e shikojmë me aq admirim. Më kujtohet në fund viteve 90, unë isha ministri i kulturës dhe erdhi në Tiranë një gazetare shumë dashamirëse e një reviste të madhe italiane dhe në fund pas ikjes saj bëri një shkrim dashamirës për Shqipëri. Dhe kur u rikthye në Tiranën e rilindur përmes ngjyrave, më tha një shprehje që më ka mbetur në mend. Kam hequr një ankth shumë të madh, sepse kur jam larguar nga Tirana, nuk më shndar për javë të tëra pezmi se vizitova një kryeqytet në mes të Europës ku nuk mund të bëja dot as edhe një fotografi për t'ia treguar të tjerëve, sepse thjesht do t'i rrisja perceptimin negativ për Shqipërinë. Filmi që pat është një sintezë që nuk bën drejtësi për atë që ka ndodhur në fakt në territor në vetëm 18 muaj. Në 18 muaj ku gjithçka është filluar nga zero në këtë aspekt, pasi ajo që trashëguam si një tryezë vendimmarrje për projekte në mbështetje të bashkive dhe të komunave, s'ishte asgjë tjetër përveç se një tryezë ku verbëria, mediokriteti dhe ignoranca e plot lidhur me hapësirën publike dhe me rrugën e zhvillimit urban i qytetit Këmbkryq dhe projekte që vetëm projekte nuk mund të quheshin, sepse ishin nga njëherë as me një flet vizatimi, po vetëm me një përshkrim, me shkrim dore se çfarë do bëj, miratoheshin thjesht dhe vetëm politikisht. Përmes një politike që i trajtoi qytetet kryesore të qeverisura nga socialistët si kështjella armiq për t'u asfiksuar dhe për t'u pushtuar. Historitë e bashkive të Durrësit, të Tiranës për një periudhë kohe, po të Durrësit, të Elbasanit, të Korçës, të Vlorës,
e me radhë, përfshirë edhe Lezhën ku as ajo paqja e përkohshme e koalicionit nuk bëri fajde, të kujton historinë e përshkruar nga Ismail Kadareja tek libri Kështjella. Një qeveri, një pushtet, një lukuni e tërë, zyrtarësh nga më të lartët deri tek më qesharakët atje në përqytete, të impenjuar në një rrethim antidemokratik për të marrë peng Kështjellën dhe për ta shëmbur me çdo kusht kryetarin e bashkisë. Dhe kështu ndodhi që në gjithë këto vite qytete me një rëndësi strategjike apo zona me një rëndësi strategjike për Shqipërinë, për zhvillimin e ekonomisë, për zhvillimin e punësimit, për zhvillimin e turizmit, u lanë në mëshirë të fatit. Dhe kështu ndodhi që qytetet në tërësi u lanë në mëshirë të fatit. Dhe kështu ndodhi që sot në këto qytete, jo vetëm ato që përmenda, po dhe në plot të tjera, si qytete, investimi i bërë nga kjo qeveri në vetëm 18 muaj është më i madh se ç'është bërë në 20 vjet nga kontributet e qeverisë qendrore për qytetin. Por kjo ka dhe një arsye tjetër. Ka dhe një arsye tjetër që është në fakt arsyeja pse duhet refuzuar në 21 qershor nga çdo shqiptar dhe shqiptare që do qytetin e vet. Dhe kur them sot qytetin e vet, nuk kam parasysh vetëm ata që jetojnë në bashkinë e dikushme, po kam parasysh të gjithë ata që jetojnë në komunë dhe sot jetojnë në bashkinë e re të Lezhës apo të Elbasanit e me radhë. Dhe kjo arsye është që forca që paraqitet si alternativë është një forcë anti-qytet, në kuptimin anti-urbanizim, në kuptimin anti-estetik, në kuptimin vulgaritet demokratik. Dhe këtu flasin faktet. Mjafton të shikojmë vijën bregdetare të Jonit, një perlë për cilën të gjithë kemi folur, të gjithë kanë folur, për cilën kemi thënë qysh në fillim të viteve 90 se këtu është potenciali i madh i zhvillimit. Një perlë, një vijë bregdetare që populli shqiptar si sovran e desh, duke bërë atë që bën ajo thënia Zoti e desh, ta shpëtonim në momentin kur po e kapte flama e bathorizimit. Dhe kur po shfaqeshin për gjatë gjithë trupit vet, ato zhvillime që mund të mirë kuptohen në një zonë informale ku njerëzit ndërtojnë si ja u pret mendja, sepse askush nuk u thot se si mund ndërtojnë më mirë, por si mund të falen. Kur bëhet fjalë për një nga thesaret e vendit. Dhe si është e mundur që nga njëra anë për vite të tëra kanë tundur flamurin e nacionalizmit, patriotizmit, të dashurisë, të historisë, të dashurisë për figurat e historisë, që nga Teuta e ilirëve për cilën flasin që e kanë pas shoqe klase, deri te Ismail Gjemali me cilin kanë qenë në konkurrencë të vazhdueshme pavarësisht se nuk e thonin, dhe ta linin Gjirokastrën për 20 e kusur vite pa asnjë kokër leku investim, dhe ta linin atë xhevahir të vërtet të trashëgimisë sonë kulturore të rrënojë në sytë të gjithëve me shpitë që binin njëra pas tjetrës, sikur ishte skena gjigande e një morti. Po beratin. Për të njëjtën arsye, sepse ishin kështjella të socializmit. Kështjella të socializmit. Dhe dashuria, nostalgjia apo përkatësia në klasë me Teutën e ilirëve ishte këtu në Tiranë. Kurse atje vazhdonte lufta e barbarëve për të marrë peng këto qytete që në fakt janë burimet më të mëdha
të zhvillimit tonë të qëndrueshëm drejt të ardhmes, thjesht dhe vetëm për arsye politike. Nga ana tjetër, dua ta nënvizoj fort. Këtu nuk është çështja e një përplasje tradicionale kush bën më shumë rrugë. Këtu çështja është e një përplasje mes dy botësh që nuk kanë fare lidhje me njëra tjetrën, mes dy filozofish që nuk kanë fare lidhje me njëra tjetrën, me dy vizionesh zhvillimit qëndrueshëm që nuk kanë lidhje fare me njëri tjetrin. Dhe mes dy rrugësh që janë krejtësisht kundërta me njëra tjetrën. Rruga jonë është rruga në drejtimin e dur, rruga e tyre është rruga në drejtimin e gabuar, se s'po e them atë fjalën tjetër. Pra, bëhet fjalë për një ndryshim në filozofi që ne kemi sjellë. Dhe sigurisht që në 18 muaj ne nuk mund të kuronim të gjitha plagët e Shqipërisë. Nga ana tjetër, sigurisht që Shqipëria sot nuk është më territori i 25 viteve më parë, ku mund të fillohej me sira dhe me formën tradicionale të kuptuarit të zhvillimit urban dhe me ato planet rregulluese klasike, të cilat s'kan pasur, s'kan dhe nuk do të kenë asnjë gjast të kenë sukses në një realitet si realiteti ynë, që për kaq vite është zhvilluar paralelisht me letrat. Njësoj si me gjithë ligjet e tjera. Shqipëria ka pasur ligjet me kohë. Shqipëria me kohë e ka pasur një ligj që ndalonte vjedhjen e energjisë elektrike. Po ndërkohë, vjedhja e energjisë elektrike ishte ligjëruar në realitet. Shqipëria me kohë ka pasur shumë ligje që në realitet kanë pasur si pasqyrë një tjetër sistem të ligjëruar. Dhe po kështu, nëse planet rregulluese janë ligje, atëherë njësoj planet rregulluese, studimet pjesore dhe të gjitha këto histori kanë bashkëtuar në një dy korsi paralele. Shqipëria e ndërtimtarisë ka bërë punën e vet, Shqipëria e burokracisë ka vazhduar me të vetën. Mirë po, nuk jemi në kushtet kur duhet shpikim diçka që nuk ekziston. Jemi në kushtet kur thjesht duhet kuptojmë dhe të shikojmë dhe të mësojmë nga të tjerët, sepse nuk është Shqipëria i vetmi vend që gjendet përballë kësaj sfide të zhvillimit, dhe nuk është Shqipëria i vetmi vend ku kjo sfidë e zhvillimit është kaq e lidhur, edhe pse në pamje të parë e padukshme, me zhvillimin ekonomik dhe social. E atëherë, duke i referuar shembujve që kanë bërë histori në zhvillimin e qyteteve e pastaj të vendeve, ne jemi për një filozofi që është qartësisht një filozofi që të çon nga urbanizimi tek zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe social, duke përdorur jo instrumentin e planifikimit burokratik si një justifikim dhe pastaj lëre të rrjedh realitetin në të vetën, por ato që është ka marrë statusin e qytetarisë në teorinë e zhvillimit urban dhe ekonomik, agopunkturën urbane. Njësoj si agopunktura e cila prek në pikat nevralgjike të një trupi të raskapitur dhe çliron energji që pastaj fillojnë ripërtrin gjithë trupin, kështu edhe zhvillimi historik, revolucionar dhe fantastik i shumë qyteteve, edhe në mesdhe, edhe në shekullin e 20, edhe mbas luftës së dytë botërore, ka ndodhur përmes ndërhyrjeve të tilla. Kush i sheh këto ndërhyrje si teka, apo si lajthitje, apo si luks, nuk kupton fuqinë që ka qendra për të induktuar periferinë në formën e zhvillimit urban. Nuk kupton se çfarë do të thotë të japësh Librazhdit
një xhepi falco atje të lënë që nga koha e Enverit me një kthes ku në vend një sheshi kishte një parkim makinash dhe ku askush nuk kthehej, po të gjithë ndalonin nga ana tjetër afër lumit se aty kishte një byrektore, një shesh mesdhetar të standardeve europiane që kthehet në një hapësirë komunikimi dhe bashkëveprimi si e para mundësi graviteti për komunitetin, për një komunitet që 25 vjet e lanë në për trotuare. Keni parë në një komunitet në vendet ku keni shkuar që të jetoj, që të xhiroj në për trotuare se sheshin e kanë zënë makinat? Ama nga ana tjetër duhet jemi shumë të qartë. Këto ndërhyrje nuk janë çelësi magjik, por janë fillimi i çlirimit të energjive që në formë kapilare do të shkojnë dhe do të prekin të gjitha periferitë e sotme të bashkive të reja. Do të shkojnë dhe do të prekin akset kryesore të qarkullimit të jetës në formën e njerëzve, në formën e mallrave dhe në formën e komunikimit intensiv, që jo domosdoshmërisht janë thjesht vetëm rrugët. Se kemi parë gjatë gjithë kësaj periudhe për Shqipëri gjëra të hatashme, shpenzime të hatashme, abuzime të hatashme, me cilat mund të ishin bërë gjërat për sëmbari prej shumë kohësh. Filmi nuk bën drejtësi për faktin se janë 166 ndërhyrje të tilla. 166 ndërhyrje të tilla, të cilat vetiu krijojnë pastaj atë fenomen për cilin flitet shumë sot në debatin e brendshëm të urbanistikës dhe të arkitekturës moderne, kur bëhet fjalë për zhvillimin e zonave të rënduara, që nga periferia e New Yorkut deri në zonat botës së tretë, metabolizmin urban. Atë formë transformimi të territorit që është njësoj si forma e transformimit të një trupi që ripërtrihet përmes pikërisht ndërhyrjeve precize që lidhin pikat ndryshme të trupit. Ky fond që kemi krijuar është një fond që në vetvete është një instrument transformues dhe në transformim, sepse është fondi i dikurshëm që i dedikoi ajo e famshme granti që ndahej për qef në Ministrinë e Brendshme, llogarit i ndanin në Ministri të Brendshme këto, siç gjëra të habitshme, dhe fondi i zhvillimit shqiptar i zhvillimit dhe të gjitha fondet e tjera, burimet e tjera të financimit nga të tjerë institucione financiare, për të vënë në dispozicion të bashkive dhe për të vënë në dispozicion të ekipeve drejtuese të bashkive dhe të vizionit të kryetarëve të bashkive, një instrument financiar që në kushtet tona nuk ka asnjë shans ta prodhoj bashkia me të ardhurat e veta, po jo vetëm në kushtet tona, por në të gjitha kushtet. Nuk ka shans asnjë bashki, qoftë edhe bashkia e Londrës, që për një ndërhyrje masive urbane të vetë mjaftohet me burimet e veta. Përkundrazi, të gjitha janë financime agregate ku përfshihet rëndom qeveria kombëtare. Një qeveri kombëtare e papërfshirë në fatet e qyteteve, e papërfshirë në fatet e bashkive, bën as më shumë as më pak, po atë rënim që ju bë Shqipërisë në 20 e kusur vite. Është shumë e thjeshtë. Shikoni Shqipërinë e 20 e kusur viteve, nga pikpamja e zhvillimit urban, nga pikpamja e transformimit të trupit saj, dhe duke kthyer kokën pas, ata që janë pak më në moshë, kujtoni si ishte trupi i Shqipërisë para 20 e kusur vitesh dhe si është sot. Aty ku se preku ky
zhvillim i paqëndrueshëm barbar është magjik. Aty ku kishte zhvillim i paqëndrueshëm barbar, hyri është katastrofik. Tani, për ta mbyllur, pse, si dhe sa këto ndërhyrje do të stimulojnë drejt për drejt ekonominë? Pse, si dhe sa këto ndërhyrje do të stimulojnë drejt për drejt ekonominë e cila nuk mund të jetë shkëputur nga shpresa dhe nga perspektiva që krijohet përmes shpresës njerëzve që jetojnë në një realitet. Spari, sepse këto ndërhyrje krijojnë komunitet. Nuk janë më qytetet dhe teritoret si ato konviktet vetëm me një korridor, pa drita, me erën e veçantë në fund korridorit dhe bashkë me atë zhurmën e një uji që rrjedh se gjithmonë harrohet çezma hapur, dhe secili në atë zgafellën e vet, ku dha aty brenda duhet kapi cepin e vet, se ke cepi tjetër është një tjetër. Këto janë qytetet që krijoi Saliu. Këto janë qytetet që krijon vizioni barbar i zhvillimit, ta ham sot çka kemi për të grënë, se nesër do gjejmë. Këto janë qytetet që dhe teritoret që u transformuan nga nevoja e jashtëzakonshme për zhvillim dhe për ekonomi dhe për pronë private e njerëzve dhe verbëria, shurdhëria dhe ignoranca e jashtëzakonshme e atyre forcave qeverisëse që duhet t'i orientonin. E kam thënë kur kam qenë kryetari i Bashkisë Tiranës, kështu që askush mund m'akuzoj se po e them sot, nuk ka bashki në Shqipëri, as Bashkia e Tiranës, që mund të funksionojë nëse nuk ka përputhje në vizion, në program dhe në strategjinë e ecjes përpara me qeverinë kombëtare. Është e pamundur. Jo për faktin se e blokon apo se blokon qeveria kombëtare, por për faktin se mos përputhja nuk mund të krijojë dot sinergji dhe mungesa e sinergjisë nuk mund të krijojë dot zhvillim. Kriza në Tiranë ka filluar kur filloi mos përputhja mes meje dhe qeverisë së kohës që nuk ishte qeveria e Qametit që erdhi më mbrapa. Të kuptohemi. Prandaj sot nuk është çelja e fushatës, do të kemi kohë të flasim gjatë gjithë fushatës, sepse për ne kjo është një betejë për një Shqipëri europiane në kuptimin më të vërtet fjalës. Më gjeni një vend europian dhe vini gishtin në një qytet europian, edhe me 5.000 banor po doni, që nuk ka shesh, që nuk ka qendër, që nuk ka pika konvergimit komunitetit, dhe që nuk arrin të ketë asnjë instrument atraksioni për vizitorët. Nuk është e vërtet që turizmin e prodhon vetëm trashëgimia kulturore. Është krejtësisht e pavërtet. Dhe mbesoni që fluksin e vizitorëve në Shqipëri dhe fluksin e turistëve në Shqipëri dhe interesin në Shqipëri edhe për një sër vitesh tjera do ta krijojë qoftë dhe thjesht misteri i panjohurs. Dhe nuk është e mundur që nga çan ndodh në Korçë mos përfitoj edhe Librazhdi, mos përfitoj rrugës edhe Prenjasi, Elbasani padyshim. Nga çan ndodh në Berat mos përfitoj edhe Lushja, mos përfitoj edhe Skrapari Botutja. Nga çan ndodh Gjirokastër mos përfitoj edhe Tepelena, po mos përfitoj edhe Këlqyra dhe Përmeti, po dhe me Malije. Mjafton që ne të krijojmë ato pika gjenerimit të energjisë urbane dhe sociale që pastaj vetiu rrisin flukset dhe prurjet e njerëzve që shpenzojnë dhe kështu bëjnë ekonomi. Çfarë biznesit vogël do zhvillojmë ne në gjithë qytetet tona? Do zhvillojmë
atë biznes që lidhet me çfarë, jo vetëm çfarë nevojash të përditshme kanë qytetarët që i banojnë ato qytete, po dhe se çfarë kërkesash mund të kenë ata që i vizitojnë ato qytete. Le të jemi të drejtë, nuk e vizitonin Korçën e Niko Peleshit, përpara Niko Peleshit, aq shumë shqiptar nga Tirana, sa që vizitonin mbas zgjedhjes dhe mbas fillimit të realizimit të projektit të Niko Peleshit. Unë njoh plot njerëz të cilët kanë vajtur në Korçë për herë të parë në këto vite të fundit. Ku të shkonin? Përse? Këtë takonin dhe çat shikonin. Nuk mjaftojnë vetëm shtëpitë e vjetra me ato zonjat me lakror. Duhen edhe ato gjëra të tjera që sot Korça po i ka dhe do t'i ketë edhe më shumë, sepse në Korçë po ndodh një fenomen. Një fenomen që është një model për të marrë shembull se si trashëgimia kulturore bashkëton me inovacionin dhe me modernitetin. Dhe nuk flasim për gjërat mëdha që janë përtej mundësive tona. Flasim për gjëra që janë plotësisht brenda mundësive tona. Flasim për gjëra që janë plotësisht mundura dhe jo në një hark shumë gjatë kohor. Kështu që nëse para një viti e gjysmë Vangjus Dako ishte kthyer në një luftëtar për të mbajtur si të mundej në këmbë një qytet që i dridheshin këmbët. U desh vetëm një vit e gjysmë që sot jo vetëm të kemi një bum projektesh, por të kemi dhe disa projekte që do t'i ekspozojmë në javën në vijim, cilat do ishin të pa imagjinueshme vetëm një vit e gjysmë më parë në atë qytet. Në Durrës dhe në Kavaj, një artist i madh shqiptar, një artist i quotuar shumë lart sot në botën e artit bashkëkohor, një dursak, studenti imi, është rikthyer për herë të parë për të vendosur artin e tij. Po unë nuk egzageroj fare nëse them që qoftë ato dy vepra arti, Rrezja e Dritës në sheshin e rindërtuar Durrësit dhe simboli i demokracisë, dhe aty pastaj do shikojmë vizualisht diferencën mes atyre dy gishtave që vetëm gishtas ishin dhe projektit të ri, do t'jenë edhe një arsye më shumë që njerëzit shkojnë për t'i vizituar të qytete, që studentët e artit shkojnë për t'i vizituar të qytete, që të shkojnë për t'i parë këto vepra. Dhe kështu pak nga pak, gjërat do të ecin, sepse një gjë mund t'jetë pak, dhe pak është në krahasim me aspiratat tona, po është plotësisht e sigurt. Ne jemi në drejtimin e duhur, dhe ka vetëm një mënyrë shumë të thjeshtë për të kuptuar drejtimin. Zgjidh kandidatët e Aleancës për Shqipërinë Evropiane dhe ke zgjedh drejtimin e duhur. Zgjidh kë kanë përballë dhe pastaj ngrit duart edhe shif se çfarë mund ndodh. Faleminderit.